U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionit ton. Gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit ne kemi të ftuarit tan special ku ne mundohemi çdo ditë të trajtojmë tema të ndryshme. Fëmijët me Down syndrom shpesh quhen edhe fëmijë të veçantë, jo për shkak të dallimeve që kanë, por për dashurinë, sinqeritetin dhe buzëqeshjen që sjellin në jetën e familjeve të tyre. Dhe sot me mua në studio kam zotrin Afrim Bajrami dhe djalin e tij Anuarin. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në emisionin tonë Ritmi i ditës. Mirëmëngjesi Anuar. Bravo Anuar, mirëmëngjesi. Kam nderin dhe kënaqësinë t'ju kem sot në studion pikërisht me Anuarin, kur e dim që 21 marsi ishte dita botërore e fëmijëve me Down syndrom, të personave, po për shkak të festave ne nuk kemi mundur ta trajtojmë të themi këtë temë dhe kështu që për mua është nder dhe kënaqësi edhe një herë përsëris që t'ju kem sot në studio. Ju faleminderit. Mirëmëngjesi juve dhe shikuesve tuaj, faleminderit për ftesën, është kënaqësia jonë. Me Anuarin kemi qenë disa herë mysafir edhe tjera herë, edhe tjetër kund, po faleminderit që i kushtoni rëndësi kësaj kategorie të fëmijëve, sidomos me sindromën Down. Dhe me siguri ju keni pyetjet e juaja, po fillimisht dua t'ju falenderoj shumë për arsye se shfaqja e Anuarit në për televizionet ndryshme, në për rrjetet sociale është thjesht ndoshta ngritja e vetdijes të ata prind që ndoshta ndonjëherë anashkalojnë apo injorojnë fëmijët e tyre që kanë nevoja të veçanta, duke kujtuar se ato janë pengesë ose ato janë një sfidë plus. Ne e shohim Anuarin si një bekim familjarisht, jemi shumë të lumtur që e kemi Anuarin si fëmijë tonë dhe buzëqeshja e tij është ngjitse. E shoh dhe unë spari ju përshëndes ju përgëzoj për energjinë që keni, edhe ju si prind, por edhe Anuari që për cilë gjithmonë ishte i buzëqeshur, i lumtur dhe nuk ishte frikë nga kamerat as pak. Ata e kishim të sigurt. Ja, është profi tashmë me kamera Anuari nuk ka. Tani do ta bëm të famshëm Anuarin. Do del gjithkund do edhe shokët do e kenë xhelozi tani nga klasa. Shokët e klasës. Shokët dhe shoqet e klasës fatmirësisht Anuarin e duan shumë. Edhe kujdesen për Anuarin kur është e nevojshme. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur, jo vetëm prej shokëve dhe shoqeve të klasës, po edhe prindërit e tyre që me siguri ju flasin fëmijëve të tyre në shtëpi. Është një pikë e rëndësishme që duhet ta cekim, se fëmijët me nevoja të veçanta janë një shtesë, një send plus, diçka e mirë, pozitive për shoqërinë tonë në përgjithësi, për arsye se për shembull Anuari rrezaton energji pozitive, jashtëzakonisht shumë. Ta e vërejtëm. Po, faleminderit shumë. Edhe është e pamundshme të jesh i pikëlluar ose në disponim të keq negativ para Anuarit. Ky e ndjen atë më një herë edhe vjen urët afër teje edhe të ledhaton ose mundohet ta rikthen buzëqeshjen që e kishte më herët për shembull. Të flasim pak për fillimin, si e përjetuat momentin e parë kur mësuat që fëmia juaj ka këtë sindrom? Shumë normal. Ndoshta një falënderim ndaj Zotit, për arsye se ne themi që njerëzit që janë të sprovuar, Zoti i don më shumti, edhe ne kemi pranuar atë si fakt, për arsye se duke ditur se ne do të ballafaqohemi me sfida të ndryshme, nuk është lehtë të rritet një fëmijë me nevoja të veçanta, mirë po kush thotë se fëmijët që nuk kanë nevoja të veçanta janë të lehtë për t'i rritur, apo edhe me ato fëmijë ka vështirësi plot sa të duash, kështu që edhe unë edhe bashkëshortja edhe familja më e afërt edhe më e gjerë e kemi pranuar faktin se është një sfidë e bukur, një sfidë e ëmbël dhe Anuari 11 vite më vonë është Anuari që shihni edhe ju. Rezultatet janë të dukshme, shkaku i punës, shkaku i të them pranimit prej ne si prind, po edhe prej familjes, edhe prej shoqërisë, që ka ndihmuar shumë të kemi një Anuar pozitiv sot që është dhe na ndihmon të kemi një buzëqeshje çdo ditë. Çdo ditë një buzëqeshje kemi të ëmbël nga Anuari, gjatë gjithë kohës vetëm buzëqesh dhe shëndrit mund të them bën dritë në studion ton Anuari. Kështu që ju përgëzoj. Anuar, të pëlqen të shkon në shkollë ti? Peka. Shkon në shkollë? Penko shkon, ati e din emrin e shkollës, shumë mirë. Anuar, sa vjeç i ke ti? 5. Sa vjet i ke? Sa vjet? 11. 11, wow, shumë bukur.
A ke shoqe dhe shok? Po. Më shumë ke shok apo shoqe? Shoqe. Shoqe? Shumë bukur, Anuar. Dhe më thonë, shoqet kujdesen shumë për ty. Po. Qka din Anuari? Më babi më tregoj që i din edhe ditët e javës. Ajde, do fillojmë bashkë. Unë nuk i di, Anuar, mi tregosh ti. Sot qëfar dite jemi? E hën? Ama, Bravo, Anuar, ti në që ke shumë i mirë, Anuar. Anuari gjithashtu, babi nga tregoj që din edhe gjuhën angleze, din ta flet, edhe gjuhën macedone e kupton, kështu që jemi në regull. Unë tejta nuk di anglisht, do më tregosh ti? Do më mësosh? Po? Po. Pak, zbashku. Ajde, të lumë të Anuari. Yes, Yes, a? Anuari dinte shumë gjëra, po do i tregojmë pasaj ne qka dim, qka mësuam pak para se të fillojmë me emisioni. Të flasim pak për sfidat. Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që keni hasur në rikën dhe kujdesin e Anuarit? Po, pika e parë ndoshta do të ishte mentaliteti i shoqërisë, për arsye se edhe më herët, tash pak është zhvilluar në atë aspekt shoqëria jonë, për arsye se e shohim që ka shumë raste, qoftë me sindromin Down, qoftë me autizëm, ose në përgjithësi familjet me nevoja të veçanta, edhe mënyra se si shoqëria i kap ose i pranon këta fëmijë, ajo është një ndër sfidat kryesore. Sfida tjetër është përkrahja nga shteti, ndoshta, institucione shtetërore, megjithse të Anuari kemi një, më të themi, jemi të kënaqur deri dikon, për arsye se mungon ajo mbështetja institucionale. Ne fatmirësisht që kemi pasur mundësi që në mënyrë private ose privatisht t'i mundsojmë t'i ofrojmë Anuarit terapi të ndryshme, qoftë në për shoqata private, qoftë në për trajtimet ndryshme, qoftë fizike, qoftë mentale. Mirë po, ajo që duhet ta kemi parasysh është që jo secili prind, jo secila familje ka mundësi ta bëjë të njëjtën, se kushton shumë. Domethënë ajo është një sfidë kryesore, sfidë shumë e madhe, ku familjet që kanë fëmijë me nevoja të veçanta kanë shpenzime të jashtëzakonshme. Ato terapitë që i kemi bërë vazhdimisht me Anuarin gjithandej kushtojnë shumë. Edhe jo çdo familje ka mundësinë, është pothuajse e pamundur me kushtet, me rrogat, me standardet e maqonisë, dikush ti kalon këto sfida financiare, mirë po, këta du ta mendon shteti, institucione shtetërore, se si ndoshta t'ja u lehtëson familjeve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, po ka lehtësime të vogla, nuk është edhe aq keq, mirë po mund edhe të jetë më mirë, shumë më mirë. Sa ka qenë e vështirë për ju si prind të themi të përballeni me paragjykimet apo mos kuptimin e shoqërisë? T'ju tregoj të drejtën, ne jemi shumë fatlum. Kemi shumë fat për arsye se së paku parasyve nuk kemi ndonjë paragjykim. Askush nuk e trajton Anuarin si ndryshe, qoftë në familje, qoftë në shkollë, qoftë në shoqërinë më të gjerë. Edhe për ne kjo është një fat i madh, mirë po kemi ka raste në Shkopë dhe gjithandej ku fëmijët me sindromin Down ose me autizëm trajtohen ndryshe. Shkaku i mënyrës se si duken, Anuari ndoshta nuk duket shumë se ka sindromin Down, po se ka atë niveli më të ullët në aspektin pozitive, kam fjalën, se është me kategoria e parë, e dytë, e tretë dhe e katërt. Anuari ka kategorinë e parë, që është në aspektin e sindromës Down, ajo më e dobëta, me më pak si them shenja të sindromës Down, me më pak pengesa, me më pak vështirësi, kurse ato që janë të kategorisë tretë dhe katërt, ata edhe në dukje janë pak më ndryshe. Edhe kjo ju jep mundësi të tjerëve që t'i trajtojnë këta fëmijë pak më ndryshe, se te ne në shoqërinë tonë fatkeqësisht është bërë trend negativja e keqja, edhe nëse dikush duket ndryshe. Pa më parasysh se si duket, qoftë edhe më mirë, të veç të jetë ndryshe, has në bullizim. Me njëherë, kjo vëreja të jo vetëm nëse dallohesh, po edhe në veshje, edhe në duke. Tani e shohim në për shkolla që fëmijët edhe po të kenë diçka, me njëherë, jo e ke original, jo nuk e ke. Edhe në veshmbathje, në këtë kuptim ato bullizohen. Jemi në një kohë shumë ndryshe. Por Anuari është një djalë shumë pozitiv dhe gjatë gjithë kohës që kemi qenë
para se të fillon emisioni, gjithkohës ka qeshur, na ka përshëndetur. Apo Anuar? Po. Mëson ti në shkollë? Po. Shumë apo pak? Kush të ndihmon? Shumë. Shumë, a? Po. Ke vlla apo motër? Po. Një vlla e ke apo? Raj. Si e ka emrin vllau? Pesi. Vllau si ka emrin? Amer. Amer. Amer, do më thonë shumë mirë, Anuar. Ti anglishtën e din. Mandej kur të përfundojmë, do më tregosh anglisht, do flasje. A do në t'i bësh zemër vlaut prej televizorit edhe nanës? Ama kështu do kthejmë ka kamera, kështu s'bashku. Wow. Edhe si e bën, tregon mua edhe një herë? Wow, krej, do të shojnë tash, do e mësojmë për januari si e ka bërë zemrën. Po. Të lumë të Anuar. Si e vlerësoni sistemin arsimor, zotri Afrimi, në vendin tonë, ku bëhet fjalë për këtë kategori të fëmijëve? Ty tregoj drejtën, do të kisha pasur dëshirë të them është super, është mirë, është e mrekullueshme, nuk është, fatkeqësisht. Më konkretisht, Anuari në klasën e parë kishte mungesë të asistentëve profesionistë që mirën me fëmijët. Çdo person me nevojë të veçanta duhet të ketë një asistent të tyre. Kur e regjistruam Anuarin në klasën e parë në shkollën Penko, nuk kishte asistent atëherë, kishte mungesë të jashtëzakonshme. Gjithandej, jo vetëm te Penko, edhe bashkëshortja u detyrua që çdo ditë klasën e parë të shkon me Anuarin në shkollë dhe ta kryejnë rolin e asistentës. Edhe në këtë aspekt them që nuk është edhe aq mirë, për arsye se ka raste ku shumë fëmijë me nevoja të veçanta, më shumë se një, kanë për shembull 2-3 fëmijë me nevoja të veçanta kanë një asistent, që është pothuajse pamundur të funksionon, për arsye se tash këto kanë nevojë për ndihmë definitivisht, se jo rastësisht thuhet që kanë ngestje në zhvillim, edhe shumë shpesh këta i kuptojnë gjërat pak më vonë, pak më ngadalë. Edhe një përshëndetje e madhe për asistentët që punojnë me këta fëmijë, se duhet shumë përvojë, duhet shumë nerva, duhet shumë durim. Mirë po, gjithë ata që kanë punuar me Anuarin deri tash, ata asistentët janë shumë të kënaqur, për arsye se është shumë i lehtë për të punuar me ta. Është bashkëpunëtor. Është bashkëpunëtor. I jashtëzakonshëm. Mirë po, prapë them që ka mungesë. Ka mungesë sistemi i inkluzionit ose pjesa e inkluzionit në arsim, që do të thotë se fëmijët me nevoja të veçanta kanë të drejtë të shkojnë në shkolla normale. Megjithëse janë edhe dy shkolla në komunën tonë, është ajo shkolla Idnina, ku ka fëmijë me nevoja të veçanta, dhe aty janë fëmijë që ndoshta janë pak më të vështirë, dhe aty bëhet trajtim special, ka trajnues të ndryshëm, ka arsimtar, pedagog të ndryshëm. Mirë po, ka edhe shumë raste edhe në shkolla normale, ku ka fëmijë mos them në çdo klasë, po në shumë klasa, ka 1 ose 2 fëmijë, ose edhe më shumë fatkeqësisht, që janë me nevoja të veçanta, duke marrë parasysh që klasat në paralelet shqipe kanë nga 30 nxënës. Është vështirë të punohet edhe me ato, mirë po tash kur e shton edhe një nxënës me nevoja të veçanta, atmosfera pak vështirësohet, definitivisht. Edhe në atë aspekt, një apel do të kisha dhënë të Ministria e Arsimit, që së paku të gjenjë një zgjidhje, klasat ku kanë fëmijë me nevoja të veçanta të jenë më pak në numër. Do të ishte shumë efikase. Fakto është edhe me ligjun sa di, do më thënë nëse në një klasë është një fëmijë me nevoja të veçanta, aty duhet të ketë minus 3 nxënës, llogaritet 1 si 3 nxënës. Është e vërtet, tash ajo 1 deri në 3 prapë varet se çfarë nivelit të vështirësive kanë fëmijët me nevoja të veçanta. Ka raste ku janë fëmijët më të vështirë për të bashkëpunuar dhe tash fatkeqësisht, ai nuk është faji i tyre. Tash Zoti ka falë ashtu, edhe asistentët mundohen të japin asistencë ose ndihmë këtyre fëmijëve, mirë po është e pamundshme një klasë me 35 ose 36 nxënës, zhurmë ka sa të duash, edhe pastaj se ka disa fëmijë që për shembull që janë me autizëm, ju pengon zhurma, qoftë edhe minimale, edhe tash pengesa e tillë, mos rahatia, jo rahatia atij nxënësit ndikon edhe te klasa. Ato mund të bëhen agresiv në raste të tjera, mund të ndihen keq, kemi raste të tilla. Çfarë duhet të bën konkretisht shteti, qoftë në sistemin arsimor, qoftë edhe në mbështetjen financiare për familje që kanë fëmijë me nevoja të veçanta?
është një lehtësim i vogël që fëmijët me nevojat veçanta kanë një ndihmë financiare mujore, është shumë e vogël, edhe ne kemi parë që fatkeqësisht ajo sasi, ajo shumë e të hollave që jepet nga shteti është deri në moshën 25 vjeçare, mirë po tash shumica e prindërve ndoshta edhe nuk e dinë për këtë, duhet të aplikohet, duhet çdo vjet të bëhet vlerësimi për fëmijën, shohin a ka nevojë që të vazhdohet ajo ndihma. Edhe tash ato që munden, në rregull, mirë po ato që nuk dinë ose nuk kanë njohuri, nuk kanë informata të mjaftueshme, i hikin kësaj ndihme, kushtimisht me thamë. Ajo që si ka pak më herët, do i kisha lutur institucionet, sidomos Ministrinë e Arsimit, që në klasa ku ka fëmijë me nevojat veçanta të jetë numri më i vogël. Ajo është e para. E dyta, trajtimet me të cilat merren që duhet t'i kalojnë këta fëmijë, të jenë falës, për arsye se e ka më herët veç ato private që ndoshta neve na kanë kryer punë mjaftueshëm, ato kushtojnë shumë. Ato shtetërore nuk kanë mjaftueshëm njerëz, staf ose njerëz që janë të ndoshta edukuar, të kualifikuar të mjaftueshëm për t'ju ndihmuar fëmijëve me nevojat veçanta. Edhe kjo krijon një stres, një nervoz shtesë. Mos të harrojmë se shumica e familjeve që kanë fëmijë me nevojat veçanta kanë ndoshta pak më shumë vështirësi se familjet tjera, për arsye se vetë fakti, titulli fëmijë me nevojat veçanta tregon që ata kanë nevojat veçanta. E tash nëse edhe shteti nuk e lehtëson jetën asaj familje, shoqëria, Ministria e Arsimit ose në përgjithësi qendra për fëmijët me nevojat veçanta IDNINA, atëherë krijohet një nervozizëm të prindërit sidomos, po edhe të shoqëria. Zotëria Afrimi, mund të na thuani sa e pranueshme është sot shoqëria ndaj fëmijëve me Down syndrom, të themi, dhe a mendoni se ka ndryshuar mentaliteti viteve të fundit? Po pak. Ka shenja pozitive. Ju e dini rastin me siguri me vajzën ëmbla që ishte në Gostivar apo në Tetov, edhe ai rast ndodhi qelloi ai rast dhe ndoshta pak e zbuti mllëfin e njerëzve, i zgjoi pak nga xhumi, kushtimisht me tha njerëz të prindërit shoqërinë tonë, për arsye se ndoshta për shkak të mos informimit të mjaftueshëm, shoqëria jonë nuk i pranon këto fëmijë ashtu si duhet i pranon, si pjesë e shoqërisë. Mirë po, ajo mos informimi është një arsyetim i kot, kisha thënë, për arsye se tash secili prej nesh ka një telefon në dorë, ka qasje në internet dhe mund shef se çfarë me vërtet janë këta fëmijë dhe duhet të pranohen si të tillë. Janë pjesë e bukur e shoqërisë tonë, janë pjesë ose një mesazh prej Zotit që edhe po të jemi ndryshe, mund të jemi shumë produktiv. Anuari për shembull ka veti aftësi të jashtëzakonshme, qofse ndëgjon një këngë apo ja jep një vjersh apo ja jep një punim të vogël, Anuari automatikisht e kupton atë, e mban mend shumë shpejt, e regjistron më një herë, edhe pastaj ka dëshirë ta shprehë atë. Me nxit pret ta shpreh, domethënë sidomos pse e them këtë, për arsye se ne gjithmonë kur bën diçka të mirë themi bravo, shumë bukur, të lumt. Edhe kjo do të ishte një ndër porositë kryesore, të kisha thënë. T'ju ndihmojmë, së paku t'ju japim një farë vullneti, të buzëqeshim para tyre, nëse nuk mundemi t'ju ndihmojmë, së paku të buzëqeshim para tyre, që këta të ndjehen të pranuar, si pjesë e shoqërisë në atë aspekt. Të flasim pak si fillon një ditë juaj me Anuarin, cilat janë momentet më të bukura, të themi, nga Anuari? Po, është vështirë të përshkruash një ditë me Anuarin, për arsye se gjithmonë fillon me një buzëqeshje, me një përqafim. Ndonjëherë hidhurohem unë se përqafon nënën e vet para meje, po krejtëve nemi, domethënë unë bashkëshortja dhe vllau i Anuarit i madhi, nuk guxon të fillon dita pa një përqafim për secilin prej nesh. Ndonjëherë fillon duke më përqafuar mua, bashkëshortën më shpesh, edhe Amerin në përqafon, në thot mirëmëngjes edhe pastaj fillojmë ditën, domethënë me një energji pozitive gjithmonë. Dhe nuk është i vështirë, është kërkesat i ka minimale, edhe si çdo fëmijë tjetër.
është shumë i pavarur, dhe thotë telefonin nuk e përdor as pak, po thuajse. Ndonjëherë me lejen e bashkëshortës, telefonin tim nuk e prek, të vllaut nuk e prek, mi po të bashkëshortës ajo... Gjithmonë, ne jemi pak me nënat, mund të themi pak më të buta, na dhimsen. Po, edhe lëshojmë pek, kushtimisht me thanë, 1 orë ndoshta aty këtu, jo çdo ditë, edhe e din që nuk guzon të tepron, kur edhe pyet, Anuar, 1 orë telefonin? Pa. 1 orë kërkon, do me thonë kërkon leje Anuari. Po, gjithçka bën me leje. Me leje. Anuar, çka don ti më shumë ti? Çka të pëlqen më shumë ti? Veturat i don shumë. Veturat, cilën vetur? A ke ndonjë kështu vetur që të pëlqen? Do të pare. Shkoda Pavi. Shkoda Pavi. Po tetës diçka. Porsche, BMW. Porsche-ja? Porsche. Lamborghini. Lamborghini. Wow, shumë. Edhe gjithmonë na kërkon ne ti printojmë kështu ndonjë vetur më interesant që duket. Dhe ta ngjyros. Edhe ngjyros, po. I dini njeh shumë mirë veturat, e ka si pasionat. Si pasion. Pëlqen sporti, futboll, ke dëshirë të shohësh? Po. Jo, futbollin e don, mirë po ushtron basketbol. Basketbol ushtron. Deri në fund të vitit 2025, edhe është ende pjesë e Shkupit, basketbol, dhe dua ta falenderoj publikisht trajnerin Enver Miftari, për arsye se klubi basketbolit Shkupi Anuarin e kam pranuar si një antar i barabart dhe ka shkuar 2 herë në javë. Mirë po shkaku që ata u zhvendosën në një sallë tjetër, ishte pak më vështirë për ne këto muajt e fundit, edhe i mungon shumë basketbolli. I mungon. Se aty ishte një shembull jashtëzakonisht i bukur se si mund të pranon këta fëmijë si pjesë e barabartë. Ka qenë pjesë e një turneut që ishte të salla në Kale, ku Anuari mori pjesë në atë turne si lojtar i barabartë me ato. Edhe vazhdimisht na pyet kur shkojnë trening, kur shkojnë trening. Kur shkon Anuari në trening, edhe ne do të vim atje me kamerë, do ju nxizojmë Anuarin duke luajtur aty. Patjetër. Edhe do më tregosh, a do më mësosh edhe mua? Po. Patjetër. Zotëri Afrim, mund të na thoni se çfarë mesazhi do t'ju jepni prindërve që sapo përballen me këtë diagnostë tek fëmijët e tyre? Ju e cekët edhe më herët gjatë bisedës para se të hyjmë në studio që ti të gjithë kohës je me Anuarin thjesht për t'i motivuar edhe prindërit tjerë. Vërtet. Shef, unë jo rastësisht po thuaj se çdo ditë, nëse jo çdo ditë, në 2-3 ditë Anuarin e postoj në rrjetet sociale, thjesht për ta ngritur vetdijen e prindërve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, edhe ta kuptojnë ato si një bekim, po është vështirë, është rënd, është sfidë, nuk diskutohet ajo. Mirë po, mesazhi kryesor do të ishte keni durim dhe punoni pafund me këta fëmijë prej fillimit. Do thotë para dhe se të lindin fëmijët, prindi duhet të edukohet në aspektin e se çfarë nevoja mund të kenë këta fëmijë, çfarë materiale ndihmëse në shtëpi, në shkollë, çka tjetër e nevojshme. Nuk guxojnë të ndalen për asnjë moment, do thotë të punojnë në vazhdimsi. Tash prapë do të them ne kemi fat që Anuari ka hasur në 2 arsimtare, qoftë asistentja Nesrin, qoftë arsimtarja Lule, edhe arsimtarë tjera që merren me ta te shkolla Penko. Mirë po, kemi fat që edhe shokët edhe shoqet e klasës e duan shumë, edhe të basketbollit, edhe mirë po jo secili e ka atë fat, kështu që i kisha thënë prindërve të punojnë me fëmijët, të kenë durim. Lirisht mund të drejtohen te unë, te bashkëshortja për ndonjë këshill, shtesë. Jeni të hapur, domethënë edhe për prindërit. Gjithmonë me gjithë dëshirë. Mirë po ka dhe institucione përkatëse, ka dhe organizata, do thotë shoqata private që merren me zhvillimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Kështu që mundësitë janë atje. Tash jo secili mundet financiarisht, mirë po kjo është një gjë që do të punojmë ne prindërit që kemi fëmijë me nevoja të veçanta, së paku atyre që nuk kanë mundësi të ju ndihmojmë sadopak, edhe është në përpilimesi për një shoqat e tillë ku prindit do të kenë mundësi të drejtohen, nëse nuk është ajo institucionale, shtetërorja. Pra, keni durim se fëmijët me nevoja të veçanta janë dhuratë prej Zotit, jo problem, jo sfidë. Jo sfidë. Mund të na thuani se çfarë ju ka mësuar Anuari për jetën dhe që ndoshta nuk do ta kishit mësuar asnjëherë ose nuk do ta mësoni të ndryshe? Nuk e di, ndoshta po ta kisha shkruar një libër,
do të ishte një libër shumë i trash, me sende që Anuari na ka mësuar neve si prind, po ndoshta edhe si shoqëri. Anuari na ka mësuar neve të jemi vazhdimisht pozitiv, të buzëqeshemi, të përballohemi me sfida që ndoshta nuk do të kishim paramenduar si të mundshme, ti të i kalojmë. Po me Anuarin para nesh, kemi vërtetuar, na konfirmohet çdo ditë se gjithçka është e mundur. Anuari na mëson të buzëqeshemi edhe kur jeta është e vështirë. Anuari na mëson të jemi të shoqërueshëm edhe kur jeta është e vështirë, edhe kur nuk na shkon ashtu si kemi ne dëshirë. Anuari na mëson të jemi të dashur dhe me energji pozitive, edhe kur nuk na pranojnë ashtu si duhet. Unë shpesh them si në lojë, mirë po si talje, mirë po është edhe fakt, nëse Anuari në fillim të shef dhe të përqafon, atëre ke kaluar testin e pozitivitetit. Unë do më thënë pas kam kaluar testin tek Anuari. Në rregull jemi me Anuarin. A më ke shoqë edhe mua? Pa. Në rregull Anuari jemi. Do thotë është pafund ajo se çka kemi mësuar dhe çka vazhdimisht mësojmë për Anuarit. Nëse pyet dikush a është rënd, shef, unë e ka edhe më herët, edhe me fëmijë që nuk kanë nevojë të veçanta, nuk është lehtë ditëve të sodit, e jo edhe me këta, mirë po me punë, me përkushtim, arrin gjithçka. Si do ta përshkruani Anuarin me 3 fjalë? Anuarin vazhdimisht e përshkruaj unë si bekim prej Zotit, mirë po Anuarin e kemi një dhuratë të jashtëzakonshme, qoftë unë, qoftë bashkëshortja, qoftë vllau, pa edhe familja, me 3 fjalë, një dhuratë e bukur prej Zotit. Pikërisht. Zotri Afrimi, cilat janë ëndra dhe shpresat tuaj për të ardhmen e fëmijëve të themi konkretisht me nevoja të veçanta? Do të kisha dashur që t'i shoh këta fëmijë të jenë pjesë e shoqërisë ashtu si duhet. Fatmirësisht kemi raste në Kosovë, në Shqipëri edhe gjithandej në botë, ku fëmijët me nevoja të veçanta janë pjesë e një stafit, qoftë në një restoran, në një bibliotekë, apo në institucione tjera, private apo shtetërore, edhe të lehtësohet pak më shumë kjo, të pranohet kjo si okej. Anuari për ndryshe mund edhe në këtë moshë, kaq të vogël, të ndihmon, të jetë si asistent për diçka. E tash me punën që duhet ta bëjmë ne si prind, po edhe mësuesit e tij, atëherë ky mund të jetë shumë produktiv në shoqërinë e vet, në shoqërinë tonë. Duhet shoqëria të punon me këta. Këta Gjumit, e kemi zgjuar herët sot. Është shkenca e thotë që fëmijët me autizëm edhe me sindromën Down kanë një aftësi të jashtëzakonshme. Mirë po duhet të hulumtohet. Për ta zbuluar. Për ta zbuluar, duhet të punohet në atë aspekt. Anuari mban mend shumë mirë. Do thotë shumë shpejt i kap sendet e reja. Qoftë një këngë, qoftë një veprim, edhe në basketbol për shembull kur ishte pjesë e klubit edhe është i kap shumë shpejt ato, nëse e shef një send e kap me një herë. Kështu që ne ndoshta e kemi kapur atë aftësinë të veçantë ose specifike, speciale që ka Anuari, dhe i kisha lutur prind që kanë fëmijë me nevoja të veçanta të punojnë, të merren me to sa më shumë, për arsye se në momentin që ta gjejnë atë aftësi që Zoti ja ka falë si një diçka të veçantë, këta mund të shkojnë shumë parë dhe të jenë jashtëzakonisht produktiv në shoqëri. Zotri Afrimi, çfarë do doni që shoqëria të kupton për fëmijët me nevoja të veçanta? Të kupton që këta janë pjesë e shoqërisë, janë sikur ne. Ndoshta duken ndryshe, ndoshta folin ndryshe, flasin ndryshe, mirë po edhe këta i kanë nevoja sikur që kemi ne. Nevojat janë të jenë të dashur, të jenë të përqafuar prej tjerëve, të pranuar si pjesë e shoqërisë dhe të punojnë në aspektin pozitiv. Të shohin ata si një pjesë pozitive e shoqërisë, jo si një problem, jo si një sfidë, jo si një vështirësi, po si një pjesë ndoshta si ligjërues, kisha thënë, po me shembujt e tyre, jo me fjalë, po. Zotri Afrim, në fund, cili do të ishte mesazhi për gjithë ata prind që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, apo të themi që kanë frikën, ndihen të friksuar për të ardhmen e tyre? Shef, unë e ceka disa mesazhe të rëndësishme, besoj, mirë po, ju e cekët frika, do të kisha thënë, nuk ka njeri pa frikë në këtë botë. Pa unë parasysh se si kemi jetën të lehtë apo të vështirë, gjithmonë kemi frikë se a do t'ja arrijum planet apo qëllimet që i kam.
është normal vetë fakti që thot fëmijë me nevoja të veçanta, ndoshta duket pak më e vështirë, është e vështirë, mirë po me njanoni, si them, zhdukeni atë frikën, merreni si një sfidë për zhvillimin tuaj. Ne me anuarin jemi zhvilluar shumë si prind, pa dhe si njerëz. Kështu që nëse ju vjen fati që të keni një fëmijë me nevoja të veçanta, i drejton prindve që mund të kenë një fëmijë si anuari ose me autizëm ose me vështirësi tjera, merreni këtë si një mësim për arsye se sendet që i mësojmë prej anuarit nuk mund t'i mësojmë nëse nuk kemi fëmijë me nevoja të veçanta. Janë ndoshta leksione, ligjërata që nuk mund t'i marrim askund, mirë po ajo mirësia e këtij, qiltërsia e anuarit, energjia pozitive e anuarit dhe fëmijëve si anuari nuk blehen, nuk tajnohen dikund, janë natyrale. Janë natyrale, po, këta e kanë, edhe unë thash edhe më herët, edhe vazhdimisht e potencoj, energjia pozitive që është pjesë e anuarit, shpërndahet gjithandej, e rrezaton gjithandej. Bile te shkolla ku shkon në Penko, pothuajse secili, qoftë edhe prej stafit, edhe prej shokëve, shoqeve, kur të hynë në shkolla anuari e përqafojnë, se ju jep energji pozitive. Edhe tash unë i them kemi bërë sikur terapi. Terapi falës. Kështu që edhe unë ndonjëherë duhet ta kërkoj anuari kur ndihem keq të më jep energji pozitive. Patjetër. Apo Anuar, ne do bëjmë edhe një zemër, pikërisht për gjithë shikuesit tanë, do të ulemi bashkë, kështu, do e bëjmë zemrën. Hajde te kamera do kthehemi, shife, këndej shife, do kthehemi së bashku, do bëjmë zemër, ne. Edhe tjetër çka dim? Shqiponjën? Wow, edhe shqiponjën do e bëjmë. Edhe do e përmbyllimi një bashkë emisionin. Ju faleminderit shumë zotëria Afrim që ishit edhe një herë në emisionin tonë dhe pikërisht ku trajtuam një temë kaq mund të themi delikate për shoqërinë tonë, po sadopak mesazhet tuaj të kishin dëgjuar të shkojnë deri tek shoqëria jonë dhe kjo kategori e fëmijëve me nevoja të veçanta të jenë të pranueshëm si gjithë fëmijët tjerë. Shumë faleminderit për ftesën, ishte kënaqësia jona. Më shumë anuarit, po edhe imja 2 herë më shumë anuar. Qa du të themi tetës tash? Në lëje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ciao. A du ju themi gjithve me dorë do ja u bëjmë? Ciao. Ciao. Edhe do i bëjmë, dërgojmë puthje. Faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte sot për gjithë çka për ditën e sotme, kështu që unë kisha nderin dhe kënaqësinë të kem zotëria Afrimi së bashku me Anuarin në studion time, kështu që unë sot kam përmbylljen më të bukur të emisionit së bashku me Anuarin. Anuar, edhe një herë edhe një puthje për gjithë shikuesit. Ashtu do ja u dërgojsh ti puthje banjell. Mami të do të dëshe. Faleminderit shumë edhe një herë. Gjithë mira, ciao.